I nderuar i mifti i Kosovës, të nderuar të pranishëm. Të flasësh për Ali Efendi Jakupin do thotë të kujtosh fatin e hidhur të një pjesë të madhe të bijve tanë më të mirë, të cilët për shkak të rrethanave të kohës dhe në mungesë të adheut të tyre të lirë, u detyruan që shprehur me fjalët e rilindësve tanë të tretën në dhe të huaj dhe të ndahen nga kjo botë me sytë hapur nga malli për vendlindjen që kurrë se pa ndot. Mirë po pavarësisht kësaj dhe pavarësisht vështirësive që u solli jeta, ata kudo që shkuan, bën përpjekje, sakrifikuan dhe dhanë mund për ruajtjen e ekzistencës së qenies së tyre kombëtare, gjuhësore e kulturore, dhe kur nuk e harruan se kush ishin dhe nga vinin. I tillë ishte edhe Ali Efendi Jakup Arnauti, i cili sa herë që binte fjala rreth origjinës së tij, ai ngutej me mburrje tu tregonte nxënësve, miqve, kolegëve të interesuarve të tjerë se ishte shqiptar, se ishte nga Kosova, se Kosova ishte vendlindja e tij, se në dynja s'ka ndonjë vend më të bukur se Kosova. Dhe për këto s'kishte edhe shumë nevojë të sillte fakte, sepse vetë karakteri i tij, kokfortësia të cilën shpeshherë do t'ia vente në pa miku i tij, Shehul Islami i fundit Osman Sabri Efendiu, pastaj e folmja e tij e mrekullueshme por karakteristike e gjuhës arabe dhe turke osmane me dialektin dhe theksin shqiptar që kishte, si dhe sentencat, ngjarjet dhe anekdotat me subjekte shqiptare që i tregonte për të ilustruar bisedat dhe ligjëratat e tij, e benin atë qartë të dallueshëm se ishte një shqiptar, por ama një shqiptar i ardhur në një vend të huaj. Derisa lexojmë jetëshkrimin e këtij shqiptari të prezantuar në përmbledhjen me kujtimet e përgatitur nga autori turk Necdet Yılmaz, tashmë të sjell edhe në gjuhën shqipe nga shtëpia botuese Dituria Islame, një gjë që na ka bërë përshtypje dhe që i bashkon të gjithë nxënësit, kolegët dhe ata që e kanë njohur Ali Efendiun dhe kanë shkruar kujtimet e tyre për të në këtë përmbledhje, është fakti se të gjithë theksojnë se Ali Efendiu kishte dije të gjera dhe se i ka zotruar si askush tjetër gjuhën arabe dhe turke osmane, aq sa t'i lexonte dhe t'i shpjegonte edhe veprat fetare, letrare, filozofike të autorëve klasik dhe sidomos veprën e njohur Ihya Ulumuddin të Imam Gazaliut të famshëm, se cilës Ali Efendiu, sipas maksimes së moçme se nëse dëshiron të studiosh ndonjë subjekt në rrafshin e shkencës, atëherë zgjidh figurën më të shquar, e cila të nxit, të frymëzon, të nderon dhe të lartëson me veprimtarinë e tij, ja kushtoi gjithë jetën dhe e cila pati ndikim të ndjeshëm në jetën dhe veprimtarinë e Ali Efendiu. Dhe me që është kështu, atëherë shtrohet një pyetje e ligjshme dhe logjike se vallë kur dhe nga kush do t'i ketë marrë Ali Efendiu bazat për gjithë këto dije dhe për këto gjuhë. Nëse thuhet se në krijimin e personalitetit të njeriut përveç kushteve socio-ekonomike, ndër faktorët kryesorë që luajnë rol vendimtar, sidomos në 2 nga 4 etapat kryesore të zhvillimit të personalitetit të individit, pra në etapën e fëmijërisë dhe në etapën e adoleshencës, janë ambienti dhe kushtet familjare në të cilat rritet individi, institucionet arsimore dhe mësimdhënësit, atëherë kjo është edhe përgjigjja për pyetjet e parashtruara më parë, për te atyre që dëshmohen edhe nga vet Ali Efendiu sa herë që fliste për shkollimin e tij. Themi kështu sepse Ali Efendiu u formua si personalitet dhe diejdashës në ambientet e familjes medreset e Müderris Jakup Efendit të Sivojcës, që ishte gjyshi i tij, dhe në qytetin e tij në Gjilon, që ndonse në rrethana të tjera vazhdonte të ruante epitetin e një qendre të rëndësishme të zhvillimit të arsimit islam me shumë simjal me tepe e me një ish shkollë të mesme rushdie dhe një medrese dhe të arsimit kombëtar që e kishin mbjell arsimdarësit dhe veprimtarët atëtar Hasan Prishtina, Çamil Bala, Nejib Draga me shok, të cilët kishin hapur aso kohë edhe shkollat e para në Shqipe në këto anë. Në mërgim ndërkaq, në Egjipt dhe në Turqi, Ali Efendiu, sikurse e thekson edhe vetë, vajti i gatshëm dhe i përgatitur për t'i plotësuar 2 etape të tjera të zhvillimit të personalitetit të tij dhe për të përmbushur pra etapën e pjekurisë dhe të pleqërisë. Në një mjedis familjar plot ulema, si një medrese në vete dhe në një mjedis ku gumezhinte zëri i talebeve që merrnin ilm në 22 mensultorët e medreses Atik të Gjilanit, e cila kishte një veprimtari mëse një shekullore e vendosur në lokalet pranë xhamisë së vjetër, dhe ku zhvilloi një profil i të rinjeve me integritet tek të cilët morali dhe intelektualiteti beheshin bashk, u formua edhe Ali Efendi Jakupi. Dhe kjo nuk mund të ndodhte ndryshe, sepse bazat për këtë i kishin vend dietarët e shuar, müderrizat e njohur të kësaj medreseje, siç ishin Adem Efendi Haxhi Hasan Vranja, i diplomuar në medresene Kumanovës të müderris Ismail Haki Efendiu,
i cili ka dhënë mësim në medresen e Gjilanit deri në vitin 1905, kur edhe ndroi jetë. Në pozitën e tij e zavendësoi studenti i tij Haxhi Fehmi Efendi Haxhi Alishan Aga, i cili u diplomua në vitin 1894 në medresen Atik, kur edhe u angazhua për të dhënë mësim në këtë shkollë. Haxhi Fehmiu njëherësh ishte edhe mifti i kazase Gjilanit. Në kohën kur Ali Efendi Jakupi ndërkaq ishte nxënës i kësaj medreseje, pra me 1924 e këndej, myderrisi i kësaj medreseje ishte dietari i shuar Abdurrahim Efendi Hysen Salihu, i lindur në vitin 1878 në fshatin Llashtic të Gjilanit, i cili kishte ndjekur mësimet në medresene e Dobërçanit te myderris Adem Halit Efendiu, tek i cili mësoi gramatikën e gjuhës arabe dhe logjikën me disiplinat e saj. Në vitin 1896, Abdurrahim Efendiu vajti në Stamboll dhe u regjistrua në medresen Gjelep Haxhi Mehmet Aga dhe pasi studioi për 15 vjet rresht dhe mori mësime nga myderris Abdullah Efendi Shemniu dhe sidomos tek profesori shumë i shquar shqiptar Hysen Neshmedin Efendi Prizreni, në vitin 1911 edhe u diplomua. Po atë vit u emërua myderris në medresen Atik të Gjilanit, ku ka shërbyer deri në vitin 1937, kur edhe ndroi jetë. Te myderris Abdurrahim Efendiu i kanë ndjekur mësimet një numër i madh i studentëve nga ana Morava dhe rrethina, shumica e tyre deri në diplomim dhe të cilët më vonë kanë luajtur rol më rëndësishëm në zhvillimin e jetës fetare, arsimore dhe kombëtare në këtë pjesë të Kosovës. Ndër studentët e shumë të cilët kanë marrë ixhazet nga Abdurrahim Efendiu janë edhe i mirënjohuri Mulla Idris Efendi Gjilani, Mulla Kadri Rashid i Llashtica, Mehmet Efendi Ismail Cernica, Sali Efendi Rashid Gjilani, Ishak Efendi Sali Gjilani, Numan Nuhiu, Odonosi e shumë të tjerë. Ndikimi i myderris Abdurrahim Efendiu tek nxënësit e tij ka qenë i thellë dhe i shumënshëm, si në aspektin fetar, arsimor, po ashtu edhe moral. Ky ndikim nuk u përqua vetëm përmes nxënësve që mbeten aktiv në jetën fetare, por dhe në kujtimet dhe rrëfimet që ata dhanë me vonë për te dhe edhe nga xhamatlinë të cilët e përjetësuan figurën e tij si dietar dhe prijes shpirtëror. Edhe Ali Efendiu në kujtimet e tij kur flet për medresen Atik të Gjilanit, thotë se ajo përgjatë gjithë veprimtarisë së saj u dëshmua si një nga institucionet më të rëndësishme arsimore në këtë pjesë të rajonit të Kosovës, veçanërisht për edukimin islam dhe zhvillimin e dijeve fetare dhe botore. Në një ambient të tillë pra, ku shpesh theksohej rëndësia e moralit dhe përgjegjësisë shoqërore, u formua Ali Efendiu me bazë të fortë në vlerat e drejtësisë, përkushtimit, durimit dhe ndershmërisë si parime themelore këto të etikës islame. Dhe jo vetëm kaq, por në këtë medrese, përmes diskutimeve filozofike, studimeve të gjuhës arabe dhe njohjes së shkencave të tjera islame, ai u zhvillua edhe në aspektin intelektual. Niveli mjaft i lartë profesional dhe intelektual i myderrisit të tij, Abdurrahim Efendiut, devotshmëria, përkushtimi i tij dhe literatura që ai përdorte në plan programet e medresesë ndikuan në mënyrë të qëndrueshme në zhvillimin e Ali Efendiut si një figurë me integritet moral dhe dije të thellë islame. Sepse mësuesi nuk shërben thjesht vetëm për të mësuar diçka nxënësit e tij, por ai ka ndikim edhe në ndjenjat, mendimet, njohuritë dhe në marrëdhëniet ndërpersonale të nxënësit. Në të vërtetë, ne nuk jemi në dieni se jemi shumë me fat për mësuesit tonë gjatë kohës sa jemi në shkollë, por ata i njohin mirë në një kohë të mëvonshme në jetën tonë, sepse çdo ditë ne i kujtojmë këshillat e mësimet e tyre, siç e dëshmon edhe Ali Efendiu, i cili sa herë që binte fjala për shkollimin e tij, fliste me admirim e respekt për myderrisin Abdurrahim Efendiun, për të cilin thoshte se ka qenë një hoxh me shumë vlera dhe i cili u mësonte në një formë të mrekullueshme sidomos gramatikën e gjuhës arabe, aqsa kur kishte shkuar në Egjipt, arabishtën e kishte të mësuar dhe ishte i përgatitur për studime. Madje ai nuk harron të theksoj se edhe veprën Ihya Ulumuddin të Gazaliut, së cilës nuk i qendor asnjëherë, për herë të parë kishte filluar ta lexonte pikërisht sa ishte nxënës i medresesë Atik, që tregon për nivelin e lartë të mësimit gjuhës arabe në këtë shkollë. Kur flet dhe kujton ditët si nxënës në medresen e Gjilanit, veprimtarinë dhe jetën që zhvilloi brenda saj, si dhe ndikimin e mësuesve tek nxënësit, Ali Efendiu i jep edhe disa të dhëna me shumë rëndësi për historikun e kësaj vatre të arsimit tonë, të cilat të dhëna për hir të kohës do t'i përmendim në versionin për botim të kultesës sonë. Si përfundim, themi se megjithse Ali Efendiu do të kryejë edhe shkolla të tjera, sikundër që për një kohë të shkurtër do t'i vijojë mësimet edhe në një medrese tjetër shqiptare, në medresen Meddah të Shkupit, të një dietar tjetër po ashtu shumë i njohur tek Ataullah Efendiu,
dhe më pastaj edhe në Sarajevo dhe studimet në Universitetin Al Azhar të Kairos. Megjithatë, vitet e kaluara dhe dijet e fituara në medresen Atik në këtë vatër të pandar të jetës publike të Gjilanit dhe trevave përreth do të mbesin vendimtare në formimin e tij si individ i ditur dhe i moralshëm dhe do të i ndihmojnë në rrugëtimin e tij profesional dhe akademik. Ju falenderoj.